ku është më tepër skuadra e New York City të ekipi rezervave që në parë që e luajnë pikërisht lojtarët e Hollandës. Tash formacioni sot shkënituar topin Dumfries atjet maksimale për gjithë skuadrat pjesëmarrëse. Topi devijohet, plani i parë dhe tjetër për Dumfries, tash vetë topi devijohet me kokë. Ta ul nga pirë Somerville tek Dumfries. Kona pësirë këtu, Cody Gakpo, topi drejt zonës dhe pasimi në qendër Reinders. Nuk e shfrytëzon dot siç duhet atë mundësi Tijani Reinders. Topi mjaft i bukur i Denzel Dumfries. Topi në krahun dia Dumfries. Teksa po shkonin përsëritjen e faulit, nxituan holandezët përfitonin por pa rezultat. Përballë Japonisë në 14 qershor në Arlington, Texas. Që në krahun tjetër Uzbekistani do të debutojë me Kolumbinë. Se pam dhe disa tifoz, por njëkohësisht dhe forcat e rendit jashtë stadiumit. Somerville. Gabon këtu Dumfries. Me takimin e parë do të jetë Meksika, Afrika e Jugut, do të vi në ekranin e Supersport. Jo. Shkoni këtu. Ka ndërhyrje pa rregull dhe do të kemi të bëjmë me 11 metrash favor të Hollandës në minutën e 30. Dhe Gakpo. Shkoni ky vertikalizim përpara. Por Dumfries shoqëron del dot. Pas Denzel Dumfries. Janë të mbajë topin. Shumë fizik Dumfries. Kërkon të shëllojnë të majë drejt Cody. Mirë, këto për marrë nga ana e Denzel Dumfries. Favor të Hollandës. Dumfries. 8 gola deri tani për 22 vjeçarin në Istanbul Başakşehir. Shumë për momentin ora lokale në New York është 16:09. Dhe kohës rregull plus shtesën. Topi në krahun e djathtë Dumfries nuk ka arritur ta kontrollojë. Dumfries të aktivizohet pas pak, do të kemi ndryshim në sulm tek Holanda. Brapa Brian Bro. Si me tjetër qendër zonës ka 3 lojtarë të rrezuar. Ishte si vazhdon rregullisht lojë. Topin çermi apo tek Fazulaev. Dumfries. Krahun e djathtë Dumfries me 24 gola. Topi në krahun e djathtë për Denzel Dumfries. Kërkon e dorë para drejt zonës, është tepër i fortë. Topi në krahun e djathtë tek Dumfries, kërcimi shumë i fortë dhe për më tepër mendoj për një prekje me dorë të Gustil. Dumfries i ka marrë topin në krahun e djathtë, provon të avancojë. Majtë tek Cody Gakpo, kërcimi i tij drejt zonës dhe këto në qendër largohet tek vija fatale. Sa prani afrohet golit Holanda me Tijani Reinders. Parfare, ose më saktë nuk është marrë kohë për të verifikuar pozicionin, ndërkohë që do provon Somerville. E ndal për Hollandën për të marrë avantazhin. Topi urur me kohë nga Dumfries tek Uzbekistani, guxoi pak më tepër. Dhe në minutën e 87 pati një karton